bashkë me presidenten e Republikës Vjosa Osmanin, me kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, me ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedoncin dhe me komandantin e ushtrisë General Lejtnant Bashkim Jasharin, patëm nderin edhe kënaqësinë që t'i vizitojmë forcën e sigurisë Kosovës në prezantimin e armatimit dhe pajisjeve të tyre, që na bëjnë krenar dhe njëkohësisht të ndjehemi të sigurt si shtet, si institucione të Republikës, gjithnjë në shërbim të integritetit territorial, të drejtave të qytetarëve, të sovranitetit shtetëror dhe të paqes e të sigurisë për Republikën tonë demokratike anë kënd. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërin anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre dhe e cila u angros zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmën e tyre dhe për mbar qytetarët dhe familjet në Kosovë.